Vetëm kush është përdorues mund ta kuptoj këtë mesazh. Jam në Bologna, në një seminar 3 ditor me kolegun tim Danilo Cucagna. Danilo ka krijuar metodën stand-up që ndihmon njerëzit që kanë probleme me substancat, ka ndihmuar qindra njerëz italian dhe kemi bërë një rrugtim bashkë, kemi bërë shkollën bashkë, kemi studiuar dhe kemi shumë gjëra të ngjashme. Atë që unë po bëj në Shqipëri në gjuhën shqipe për ndihmuar njerëzit që kanë probleme me substancat. Gjëja që më pëlqen në këtë seminar është që ka dhe shumë familjar, pra vinë me fëmijët, kush ka probleme me substancën, vjen i shoqëruar nga gruaja ose nga fëmijët, ose nga prindrit, ose nga vëllezër, nga motra. Dhe kjo është një diçka shumë e bukur, është një mesazh që unë dua ta përcjell edhe për ata familjar që kanë njerëzit e tyre që kanë probleme me substancën. Pra nuk është vetëm substanca problemi. Të ndalojmë dhe të ndihmojmë gjithë njëri tjetrin, pa e gjykuar, pa e krahasuar me asnjëri, po të bëjmë secili pjesën tonë. Desha të ndaj me ju këtë mesazh sepse e shikoj te gjithë ata që bëjnë trajnimet e mia, sa e rëndësishme është kur kanë mbështetjen e familjes. Kujdesuni për veten.